Rusët nuk kursejnë as fëmijët, bombardohet me dron kopshti në Kharkiv. 1 të vdekur dhe 7 plagosur. Ushtria ruse nuk po kursen as fëmijët, duke bombarduar kopshte dhe qerdhe, përveç banesave të civilëve. Bëhet e ditur, në një qerdhe në Kharkiv, godit me një dron rus të mërkurë në mëngjes duke vrarë një person dhe duke plagosur 7 të tjerë, tha ministri i brendshëm Ukrainas Ihor Klimenko. Rreth 50 fëmijë u evakuan nga vendi i ngjarjes, ndërsa numri i fëmijëve të plagosur po hetohet. Sipas një postimi nga Klimenko në Facebook, ekipet e shpëtimit dhe oficerët e policisë i larguan fëmijët në mënyrë të sigurt nga qerdhja e goditur nga sulmi rus. Duar të vogla mbajnë supët e atyre që i shpëtojnë dhe i mbrojnë. Ata nuk ka parime apo rregulla në veprimet e Rusisë, vetëm shkatërrim dhe vdekje, tha ministri. Policia në bashkëpunim me Shërbimin e Sigurisë të Ukrainës po e dokumenton incidenti si krim lufte kundër civilëve dhe fëmijëve.